Ndonjëherë të bindur për gjithë pushtetësinë e Zotit, edhe ne mund të bëjmë gabimin që bën apostujt, siç dëgjuam në leximin e parë, kur Jezusit të ngjallur i bëjnë këtë pyetje: Zotri, a thua do ta ripërtrish në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ishin të bindur se kishin përpara dikën që me që kanë poshtur vdekjen mund të mposhtë të gjithë armiqtë e Izraelit. Ishin të bindur edhe se Izraeli ishte i thirrur të ndriçonte me gjithë popujt e tjerë, por nuk kuptonin se Izraeli kryesisht ishte i thirrur të shërbente të gjithë popujve. E shërbimi konkretizoi pikërisht në shpalljen e lajmit të gëzueshëm të ngjalljes së Krishtit. E prandaj Jezusi përgjigjet me këto fjalë që i dëgjuam në leximin e parë, të cilat duken në pamje të parë mjaft të ftohta, por kanë një urti të vetën, shpirtërore, tepër të thellë e tepër konkrete edhe për ne sot. U thot apostujve: nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe çastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjtë, i cili do të zbresë në ju dhe ju do të bëheni dëshmitarë të mi në Jeruzalem, në mbar Judenë, në Samari, madje edhe deri në skajin e botës. Jezusi u asjeron se përmbushja e shëlbimit që ai ka ardhur të realizojë është që të mundsoj lidhjen mes hyjit dhe njerëzve, dhe këtë do të realizonte duke ndërmjetësuar para Atit vet, që kishte së tij t'i dhurohej Shpirti i Shenjtë. Kështu kisha do të kishte gjithnjë forcën që ta dëshmonte ngjalljen e Krishtit kudo, pra deri në skajin e botës. Nga ana tjetër, edhe pse jo një pyetje krejt e saktë, gjithsesi kjo pyetje e apostujve shpreh edhe një kërkesë të thellë të shpirtit njeriut. Të gjithë ne, gati vetvetishëm, ndonjëherë themi: kur do të shndrisë lavdia e Zotit mi popullin e tij, mi të zgjedhurit e tij? E themi edhe në forma të ndryshme, ndoshta jo duke e formuluar krejtësisht kështu. Kur, për shembull, themi: kur do të marrë fund padrejtësia, kur do të shpërblehet i drejti, kur do të vijë paqja, kur do të sundojë mirësia, kur do të sundojë e vërteta, dhe deri kur do të na duhet t'i psojmë pasojat e egoizmit që e gryn natyrën njerëzore, brenda nesh e përreth nesh. Të gjitha këtyre pyetjeve Jezusi nuk përgjigjet pikërisht me këto fjalë që përgjigjet edhe apostujve këtu. Nuk ju takon juve ta njihni kohën dhe çastin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit të vet. Pushteti i Zotit do të fitojë, por në formën dhe në kohën që e din vetëm ai. Ne pyesim nga njëra anë se kur do të marrë fund padrejtësia, ndërkohë që e dim në fakt se Jezusi vetë në forma të ndryshme kryesisht ka porositur që ne të mos bëjmë padrejtësi. Pra Zoti na përgjigjet duke na thënë: ti mos bëj padrejtësi. Ne lutemi që të shtuk armiqt, ndërkohë që e dim shumë mirë se Jezusi vetë ka mësuar t'i duam armiqt, pra të kemi në ne dashuri ndaj tyre, atë lloj dashurie që Jezusi ka treguar ndaj nesh e ndaj armiqve të vet. Pas këtyre fjalëve, në dukje të ftohta, por që tham janë shumë konkrete edhe për ne sot, thot leximi i parë se ndër sytë e tyre u ngjit në qiell dhe një reu azuri para syve të tyre. E letra e Hebrejve shpjegon arsyeën e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë se Krishti hyri në shenjtroren e shenjtrorëve në qiell, që tani të ndërmjetësoj për ne para fytyrës së hyjit. E ky është misteri që kremtojmë sot në ngjitjen e Jezusit në qiell. Pra hyn në shenjtroren e shenjtrorëve, pra në lavdinë e parajsës që të ndërmjetësoj për ne. Jo vetëm tashmë si biri i Atit, por edhe si biri i Atit i bërë njeri, duke konkretizuar në personin e tij bashkimin e natyrës hyjnore me natyrën njerëzore. Këtë dëshirë që e kishte njerëzimi me kohë e popullit Izraelit përpiqej ta bënte nëpërmjet përjetimeve të ndryshëm, por të cilët mëkatarë siç ishin e të vdekshëm siç ishin nuk arrinin ta përjetësonin kurrë. Vetëm në Jezusin kjo gjë përjetësohet përgjithënjë. E me ndërmjetësinë e tij Jezusi bën të mundur që kisha e tij të udhhiqet nga Shpirti i Shenjtë. Ndërkaq na dëshmon se atje ku është ai na pret edhe ne lavdia e njëjtë që ai do ta bashkëndajë me gjithë ata që i bashkohen këtu në tokë. Letra e drejtuar Hebrejve në leximin e dytë sot e quan Jezusin prift i shkëlqyeshëm në krye të shtëpisë së hyjit. Pikërisht i shkëlqyeshëm pra se mundsoi ma në fund këtë lidhje të njeriut me hyjin. Por shton kjo letër edhe diçka shumë të dashur. Ti afrohemi me zemër të çiltër, me fe të plotë dhe me trup të larë me ujë të pastër. Përmend këtu në formë të koduar, mund të themi, dashurinë, fenë dhe sakramentet. Pikërisht këto na mundsojnë lidhjen e gjallë me hyjin dhe na bëjnë qysh tani të kemi pjesë në lavdinë e ngjalljes së Krishtit. Por kjo letër thotë edhe diçka shumë interesante. Thotë ta ruajmë të palëkundshme dëshminë e shpresës, sepse ai që na i dha premtimet është besnik.
Çfarë është dëshmia e shpresës? Kur unë pres dikan, gati si vetvetishëm më vjen që ta dëshmoj edhe për jashta pritjen që më galon në shpirt. E në një farë mënyrë, pra, të marrim sakramentet, të praktikojmë dashurinë mes nesh, të ruajmë fenë e gjallë, që ka një formë konkrete për të dëshmuar shpresën tonë. Është forma më e bukur e pritjes aktive që Jezusi ka dashur në kishën e tij, pra duke mbushur ekzistencën tonë me dashuri, me fe dhe me marrjen e sakramenteve, dhe kështu e ruajmë të gjallë dëshminë e shpresës. Në leximin e parë, e pam se Jezusi i ngjallur kishte thënë apostujve, ju do të merrni fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. E në Ungjil përsëritet po ky premtim, ku Jezusi thotë dhe ja, unë do ta dërgoj mbi ju premtimin e Atit tim. Jezusi e quan Shpirtin e Shenjtë premtimi i Atit. E vazhdon, qëndroni prandaj në qytet deri që të visheni me fuqinë prej së larti. Po, sepse Shpirti i Shenjtë do ta mësoj kishën që ta ruajnë vetvete dëshminë e shpresës, e gjej forma gjithmonë të reja për të dëshmuar këtë shpresë. Shpirti i Shenjtë është ai që e udhëzon kishën edhe të lutet ashtu si duhet, siç na mëson Shën Pauli edhe në letrën e drejtuar Romakëve. Është tepër bukur pastaj edhe mënyra se si Ungjilli i sotëm e tregon këtë periftri të amshuar të Jezusit, këtë ndërmjetësim të amshuar që ai bën që kisha ta marrë Shpirtin e Shenjtë të mbushet edhe me dëshminë e shpresës, ku ungjilltari tregon çastin e ngjitjes së Jezusit në qiell, duke thënë: atëherë Jezusi i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi, e ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngjit në qiell. Nuk e vëmë re ndoshta me një pamje të parë, por po ta mendosh, gjesti i fundit i Jezusit para se ai të zhduket nga shikimi i apostujve është pikërisht shtrirja e duarve të tij, pra bekimi. Ashtu i mban duart e ashtu zhduket para syve tyre. Duket sikur ato duar të shtrira të Jezusit vazhdojnë të mbeten ashtu përgjithmonë, derisa të ekzistojë bota, derisa të ekzistojë kisha e tij, si për t'i siguruar kishës së tij ndërmjetësinë e tij të vazhdueshme para Atit, për të dërguar Shpirtin e Shenjtë. E ndërmjetëson që Shpirti i Shenjtë të shtojë në ne dëshminë e shpresës, e nuk do të na mungojë kurrë kjo prani e Shpirtit të Shenjtë, derisa një ditë edhe ne do të zhytemi në gëzimin e lavdisë, në cilën është zhytur Jezusi i ringjallur me ngjitjen e tij në qiell.